Kjo atmosferë tensionuese në hyrje të Byt Pazarit erdhi si pasojë një aksioni të qytetit të Shkupit për mbylljen e vendkalimit ilegal. Pas paralajmërimeve të shpeshta të kreut të qytetit të Shkupit se kalimi prapameje do të mbyllet, qyteti sot mori aksion për të mbyllur rrugën, por pas protestës qytetare e njëjta u lirua dhe siç na njoftuan qytetarët, ata do të kenë takim me kreun e qytetit të Shkupit Orse Gjeorgjevski të hënën për të vendosur modelin se si do të funksionojë në të ardhmen ky vendkalim. Protestuesit dhe tregtarët janë kundër mbylljes dhe thonë se në vend se të mbyllet, autoritetet duhet të ndërmarrin hapa për legalizimin e këtij vendkalimi, duke vendosur semaforin. Qytetarët e revoltuar nga aksioni drejtuan kritika të ashpra edhe ndaj politikanëve. Amo na ka garantu që s'nohet, kena menu ja semafora edhe kena peticion me bo, se kjo çka thon populli, jo çka thot Orcia. Ai duhet me na ku të shkojsh në Evropë, populli çka thot, se na i kena zgjedh ato neve s'na kanë zgjedh. Kjo mund dëmon mu bë një sistem sikur në rrugën e Karposhit dëmon që është me semafora dëmon. Ku dëmon nëse bën 3 semafora që janë dëmon që duhet, atë dëmon një semafor ka dëmon i parë, atëri ditë i tretë, atë kur ne nuk kanë pot kallaballak që shkojnë dëmon. Neve na kanë bosi në Francë age getot, e di ato getot, ato maxhut kur i fshilin, e çashtu na ka gjetë edhe neve. Populli duhet me dal çka e kanë votuar. E qaj du të me dollë me protestu edhe ta qele. Shko ka Macedon, ka okisi age. Si cëllën 5 metrë qërso ka semafora, këtu abullam, shkollë, fakultet, krejt, do të afshile. Për dallim nga tregtarët që janë kundër mbylljes së këtij vendkalimi, një kalimtar asti me të cilin bisedoi televizioni Shenja, tha se për siguri të qytetarëve, vendkalimi duhet mbyllur. Ja semafori jam më mirë, më mëshë. Që urën e kemi, nga kurzim. Ardhja e Orse Gjeorgjevskit në krye të qytetit të Shkupit solli edhe premtime të reja për mbylljen e vendkalimit ilegal në Byt Pazar dhe jo vetëm. Kreu i Shkupit edhe në emisionin Impact në TV Shenja paralajmëroi heqjen e objekteve ilegale përreth rrugës.